Nuk po shesin fare e gocë. Fermerët në Elbasan ankohen për shitjen e gjelave të detit, e cila këtë vit ka qenë shumë më dobët krahasuar me vitin që shkoi. Sipas tyre, fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm, ndërsa çmimeve të cilën tregtojnë nuk mbulon as shpenzimet e nevojshme për mbarshtimin e tyre, duke e vështirësuar gjithnjë e më shumë vijimin e kësaj veprimtarie. Nuk po shesin fare e gocë. Nuk ka lek mi leti, vinë tu, verësi, ne du më një mojtë pensioni për vete, ato du më verësi, po të më marrim një lek, mas vitëri, ale unë pos mora 300.000 lek, me që da kaloj? Me 200.000 lek pension. Me 7.000 lek edhe nuk marrin, gocë. Me 7.000 lek edhe nuk marrin. Kam lanë dy që kam qitë sot të dy, i kam lanë lek në të kryt, dhe njëh njërë. Nuk e më në shpenzime. Pula deri shkon 10.000 lek, gjeri deri shkon 8.000 lek. Nuk e përgjën dhe vera. E ke shumë bata. Po, a keni pasur shitje si vjet? Dhe tani ka qenë dobët, shohë dhe këtutit. Dhe tani s'ka pas, fare. Ka levi, s'ka njërës. Ka shumë dobët. Nga si një vjetë e është më dobët.